drejtim të policisë së shtetit për dhunë të pajustifikuar ndaj tyre. Ata përmbajnë komisariatin numër 3 në kryeqytet dhe marshimet e përnaçme, siç ishte edhe dita e djeshme, ka qenë me thirrje të lironit çunat. Kjo është pamja e drejtë për drejtë në gjykatën penale të Tiranës. Presim nga momenti në moment se çfarë do të ndodhë me seancën gjyqësore për protestuesit e arrestuar gjatë protestës së së njëjtës para parlamentit. Nuk jeni vetëm, dëgjojmë të thirrat në këto momente nga ana e protestuesve, janë bashkuar edhe në këtë moment atje. Pritet nga momenti në moment, në fakt edhe sipas Arilda Leshit që e kam të ftuar në studio, në 9:30 një seanca dhe më pas pritet vendimi. Shohim një sër qytetarësh që janë bashkuar edhe në këtë mëngjes. Deri në orët e para të mëngjesit ka zgjatur protesta e ditës së djeshme, i kanë mbajtur ata atje të mbërthyer në një marshim shumë të gjatë, janë drejtuar edhe komisariatit numër 3 për të qëndruar dhe për të bërë thirrjet e tyre, dhe ndërkohë i shohim edhe në këtë mëngjes tani më përpara gjykatës penale të Tiranës. Ndërkohë, News 24 po ndjek nga afër